Besimtarët musliman kremtojnë Kurban Bajrami, një nga dy ditët më të rëndësishme në kalendarin e besimit islam. Në Shkodër falja Kurban Bajramit u krye në sheshin qendror, ku në hutbën e mbajtur muftiu Imam Muhamet Sytari foli për çështjen e pronave. Ai tha se po shohim dita ditës një tendencë të çuditshme për të hequr kufin të pronave legjitime. Duke u ndalur tek kulla që po ngrihet në qendër të Shkodrës, Imam Sytari u shpreh se është një vakëf i grabitur dhe poshtërimi i Zotit do të jetë mbi ato që lejojnë këtë barbarizëm në zemër të kryeqendrës së Veriut. Po shohim dita ditës një tendencë të çuditshme për të hequr kufit e pronave legjitime të pronarëve legjitim, si për të thënë për të shkrirë gjithçka dhe mos me e ditë askush se çfarë është e tia, sa është e tia, dhe me thënë i pamundumuni si në rastin këtu që kjo është e imja, ndërkohë që ky është një vakëf i grabitur dhe poshtënimi i Zotit do të jetë mbi ata të cilët kanë lejuar dhe vazhdojnë të lejojnë këtë barbarizëm dhe këtë dhunë ekstreme mi faqen e dhëut në zemër të Shkodrës, në këtë tokë të vakëfit, i cili shtrihet nga cepat më të largët të xhamisë Ebu Bekër dhe përfundon matan asaj rangallës së ngritun atje matan. Po ja pra, se na mori 67-ta dhe i prishi dhe i shkallmoi, dhe na erdhi një periudhë kur ne shpresonim dhe besonim se njerëzit me të kthy nga dëshira për liri dhe demokraci do të vlerësonin njëkohësisht edhe fenë, do të respektonin shejtëritë e njëri tjetrit, do të respektonin pronën e njëri tjetrit, por rezultoi se ne kishim gabuar dhe ky ishte një mashtrim i madh, i cili jo vetëm që nuk e ktheu të drejtën tek i Zoti, por i bani njerëzit të hynë në vllavrasje dhe kacafytje, në përçarje dhe urrëtie që sa vjen dhe shtohet dhe Zoti e rujt këtë shoqëni nga pasojat e asaj që është mbjellur prej kohësh, një farë e keqe, e mallkuar, e cila nuk don që ky vend të lulëzojë dhe të ecë përpara. Muftiu Sytari bëri thirrje për reflektim dhe kthim tek vlerat. Të diktohet e të dëshmohet Islami në sjelljen tënde, pa pas nevojë me fol, pa pas nevojë me bën deklarata të shumta. A jemi ne musliman në marrëdhëniet tona me njëri tjetrin? A janë familjet tona muslimane, familja e pejgamberit alayhi salatu wasalam? A është shoqënia e jonë, shoqënia e sahabët pejgamberit alayhi salatu wasalam? A ka biznesmen musliman në këtë vend që punojnë dhe angazhohen për të mirën e tyre, për të mirën e familjes, të shoqënisë dhe të fesë së tyre? A kemi ne pedagog, qendra studimore, studentë ekselence, njerëz të cilët dëshmohen dhe tregohen me gisht për arritjet dhe sukseset e tyre? Ky është Bajrami, të dashurit e mi, jo thjesht ajo çfarë ne do të bëjmë kur të largohemi nga ky shesh dhe pasi ta kemi falur namazin e Kurban Bajramit, duke shpërndarë ca amëlsina, duke u përqafuar rrok me njëri tjetrin. Patjetër se kjo është një gjë shumë e mirë, por ejani të shikojmë në thelbin e shoqënisë tonë, e cila po degradon ditë pas dite drejt humnerave të dekadencës morale, shpirtënore, intelektuale, dhe po devion dhe po prishet tabani i vlerave shumë shekullore të këtij vendi. Ky vend që Zoti i Gjithësisë e ka bekuar me mirësitë e tij të panumërta. Këtë vend që e ka zili kushdo në faqen e dheut. Pse do largohen njerëzit nga kjo tokë e bekuar e Zotit? Çfarë ka ndodhur me këtë shoqëni dhe çfarë politikash të gabuara po praktikohen mbi këtë vend, si të ishin agjenda të djallëzuara për ta boshatisur këtë vend? Për kë gjanëm? Pse shqiptarët të shkojnë anë man botës? Në festën e Kurban Bajramit përkujtohet devocioni i profetit Ibrahim ndaj Zotit dhe gatishmëria për të sakrifikuar djalin e tij Ismailin. Besimtarët mendojnë se në pikën e flijimit Zoti zëvendësoi Ismailin me një dash i cili do thërrej në vend të tij. Ky urdhër nga Zoti ishte një provë gatishmërisë dhe përkushtimit profetit Ibrahim për t'u bindur urdhrit të krijuesit pa diskutim. Prandaj Kurban Bajrami do të thotë festë sakrificës.